Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë edhe një herë Lutfi Azirin, edhe një tjetër Zoj nga LDK-ja, se çfarë thojnë për qeverinë Kurti. I lutem. E tani të diskutojnë bashku. Dhe ministrat e qeverisë të shkojnë me hap një zyre të postës në territorin e Republikës Kosovës me demonstru diçka tjetër. Por me demonstru shërbim, organizim të shërbimit, jo imponim shërbimit, dëgjoj. Shtetet e demokracive funksionale, shërbimet organizohen. A merr as e merr shërbimin në njëri ose një komunitet, një komunitet nuk është vërtetësime. Besom nuk ka krahasime. Serb kërkush nuk i ka kërkush i kanë nxjerrë prej shkollave dhe fakultet, universitetit paralel në veri, që tash është me ligjet të Kosovës. Kërkush. Bravo më shkolla, kur don ti mirë. Si nxan armë, nuk ka për gjë të keqe. Edhe për shkak situatës specifike atje, nuk është njësoj, do të Aziri, si me nxon armë në veri, si me nxon anamoral. Nuk është njësoj. Absolut. Unë e kuptoj se armë po lehet gjithkohë mundën me pas rrezikun e njëjtë, po nuk është njësoj për situatës specifike. Ndaj Serbëve në veri, më fal lutem, veç ta përfundoj. Kërkush nuk ka ushtron dhunë. Serbë në veri kërkush s'ka i rreth sikur na ka vrarë neve regjimi Miloševićit. Serbë në veri kërkush nuk ka shkon me maltretu, edhe me çu burgje sikur i ka çu Rankoviçi. Që ju lutem keni kujdes me diskursin. Patjetër. Kush sepse juve mundën mos një ngjo krahasime, po ne kemi të freskëta që ka ndodhur para 25 vjetësh. Bravo. Ne kemi të freskëta këto gjona, nuk e kuptoj pse duhet me marrë kësi krahasime. Allah era xhavje. Çfarë ja futë? Çështja e sigurisë Kosovës është çështje e këfurit. Na jemi me fat, na jemi me fat që kemi NATO-n brenda Kosovës. Pse ka nevojë kryeministri mu shqetësu kaq shumë? Pse nuk i kryen kompetencat e veta për sa i përket zhvillimit ekonomik? Çmimet ka shkuar në qiell, 60% e fondave mesatare shkojnë në ushqim. Jo, mos e mirë këtë temë. Absolutisht. Pas ka çysh ka kompetenca sigurisht na kemë ushtrizojmë, fal. Mos po kuptojmë. Me të vërtet tasë normal. Kemi ushtri, kemi polici. Po nuk është çështja ajo. Nuk është çështja. Ai e ndoan tani. Fori merret me kufi. Po me pas kujdes në mënyrën që shoku jo on lutem. Jo, mos. Ke dëshirë me bajt Qeveria, kryeministri kanë kompetenca në siguri. Nëse ju më thoni se nuk ka terrorist, po ti ku po jetoj? Nëse më kupton hiç? Jo, nuk doja jo, veç me plotësu, aja që me që në sta njëva. Pse po shqetësohet kryeministri thot, kur ne kem natën? O ignorante, NATO së rrën gjitha të. Duhet mu shqetësu, se sa për juve, 17 fshatra, me Leposavicin, i shkën Mitrovicës. O jam harrov zoti ftyrën, po të pa gjak kokit. Nuk është që le të gëja Ibrahim Rugovës, jo. Ndra në emrin kretë për që e keni ndru. E për këta bravo i kurt, që s'bënë mojtë emrin Ibrahim Rugovës. Që s'ka luftu Ibrahim Rugova për ta. Miq, a ndëgjut miq. Ku mos me përsit? Ku mos me bo video? Për ta njerës në dytë, që ta ndysin Kosovën. Në njerë që ta shetë Kosovën, në njerë që për karrik i bon krejt, s'kem që të diskutojmë. Miq, ju dua respekt se cilin nga zemra.